Këngëtari I njohur Besart Kelmendi, I njohur si Gjesti, është arrestuar të mërkurën në Prishtinë në ndyshimin se ka kryer veprën penale armbajtje pa leje. Ai është intervistuar dhe është dërguar në mbajtje për 48 orë. Njoftimi nga policia vjen duke thënë: sot rreth orës 15 në rrugën Mehmet Isahi në Prishtinë, policia ka arrestuar një person në ndyshimin për armbajtje pa leje. I dyshuari është intervistuar dhe në koordinim me prokurorin e shtetit është dërguar në mbajtje për 48 orë, ka thënë zëdhënësi I policisë për rajonin e Prishtinës Enis Plana, ndërsa prokuroria themelore jep detaje të tjera. Prokuroria themelore në Prishtinë ka dalë me një njoftim lidhur me arrestimin e Gjestit. Sipas prokurorisë, këngëtari është ndaluar për 48 orë për shkak të dyshimit të bazuar se I njëjti ka kryer veprën penale, mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, sipas nenit 366 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, për veprën penale kanosje, sipas nenit 181 të KPRK-s, si dhe veprën penale asgjësim apo dëmtimi I pasurisë në bazë të nenit 321 të KPRK-s. Tutje thuhet se prokurori I shtetit në koordinim dhe bashkëpunim me policinë e Kosovës është duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore dhe procedurale në lidhje me këtë rast. Për shkak të fazës së hershme të procedurës hetimore dhe me qëllim të ruajtjes së integritetit të hetimeve, në këtë fazë nuk mund të ofrohen detaje shtesë lidhur me rastin, kanë thënë nga prokuroria. Ky lajm po qarkullon në të gjitha mediat kosovare dhe ato të Shqipërisë, por derisa gjykata e Kosovës të dalë me një aktgjykim të prerë, Gjesti supozohet që është I pafajshëm.